A ekziston Zoti? Një ditë, një burr shkoi tek Imam Xhafer es-Sidiku, nipi i Imam Aliut, biri i Imam Husejnit, dhe e pyeti: "A ka Zot?" "Sigurisht që po. Po si mund të jem plotësisht i sigurt?" Ulu dhe rri i qetë. Një djalë po kalonte aty pranë me një vezë në dorë. Imami ja mori vezën dhe e fshiu me duar. Imami i tha: "Më thuaj, a është e mundur që dy lëngje me ngjyra të ndryshme të rrinë në një emë pa ndonjë pengesë dhe të mos përzihen me njëra tjetrën?" "Është e pamundur," u përgjigj burri. Imami i tregoi vezën dhe e pyeti: "Çfarë është kjo atëherë? Kush ka aq pushtet sa ta arrijë krijimin e kësaj?" Kur vezët ngrohen, nga ato dalin zogj të bukur dhe me ngjyra. A ke parë ndonjë që të dalë nga veza apo të hyjë në vezë që na tregoj se dikush ka hyrë brenda në vezë dhe e ka pikturuar zogun? Ky është Zoti. Ne e njohim krijuesin ton nëpërmjet krijimeve dhe pushtetit të tij. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.